Pas disa vonesave në procesin e punimeve, trotuari për këmbësor dhe bicikleta përgjatë rrugës së Shirokës ka nisur të marrë formë. Aktualisht kompania zbatuese po kryen punimet për shtrimin e trotuarit dhe vendosin e parmakëve të rinj, duke i dhënë zonës një pamje me të rregullt dhe funksionale. Më herët drejtoria e shërbimeve ka vendosur edhe shtyllat e ndriçimit me sistem LED. Punimet vlerësohen edhe nga qytetarët shkodran. Trotuari është i mrekullueshëm. Kanë bërë punë për sotëm. Edhe besoj se çati vjet kena me ekzultant këtë rrugë. Kjo bëhet për bicikleta, ajo bëhet për këmbësorë. Edhe kena marrë të kënaqur. O prish rruga dhe orën do të më bë më mirë, inshallah më mirë bëhet. Kjo është shumë e vlefshme se don rrugën se ecin makinat e Shirokës, vinë pishën këto ne kena në vedi këtë na hek atë cikletin e frikës, si tash unë kam shumë frikë me hec aty na. Po e bukur, e bukur. Projekti në aksin ura vjetër e Bunës Shirok përfshin rikonstruksionin e trotuareve të këmbësorëve dhe kursive të bicikletave, rikualifikimi i bregut të liçenit për plazh dhe vend parkime. Ky investim pritet të përfundojë brenda një kohe të shkurtër dhe do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve, duke ofruar më shumë siguri për qytetarët që frekuentojnë këtë zonë turistike.